Ju përshëndesim gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se na jeni bashkuar në Mirëmëngjes Shqipëri edhe në këtë mëngjes. Mirëmëngjes Erta. Mirëmëngjes Blerta, mirëmëngjes gjithë teleshikuesve të Radio Televizionit Shqiptar. Sot është e premte 28 gusht 2026 dhe është dita e fundit patjetër e Mirëmëngjes Shqipëri për këtë sezon. Do të njohim të gjithë publikun për këtë gusht, për këtë muajin gusht, sepse Mirëmëngjes Shqipëri vazhdon edhe rrotosheja është duke u përgatitur edhe për një sezon të jashtëzakonshëm që do të nis vetëm pas pak ditësh. Mirë, njemi shkurtimisht me zhvillimet kryesore të 24 orëve të fundit. Prej mesnatës së shkuar, Ergjys Agasi është te bloku i sigurisë, ku pritet që të shtunën të njihet me masën e sigurisë në GKK. Në orët e para të mëngjesit të së njëjtës, aty shkoi edhe avokati i tij Maksim Haxhia, i cili pasi takoi Agasin, foli për arsyeën e mos dorëzimit të tij, ku theksoi se SPAK nuk i ka vënë në dispozicion dosjen për akuzat e ngritura. Prokuroria e posaçme deklaroi pas arrestimit të Agasit se ai ishte në mbikëqyrje prej kohësh dhe s'është ndjekur për të paktën 40 kilometër drejt Peqinit, Rogozhinës dhe Durrësit, ku u arrestua në zonën e Plepave. Ndërkohë gjatë kontrollit të mjetit janë gjetur rreth 4.000 euro, të cilat janë sekuestruar bashkë me automjetin e tij tip Audi. Ish efektivi i policisë Ulian Shpataraku po ashtu është në pranga, ku ndaj tij ka edhe një akuzë për dhunë nga një kamarier i një restoranti në Himar. Ndaj Agasit, gjykata e posaçme kishte caktuar masën arrest në burg për dosjen e aksh, si dyshuar në krye të një grupi kriminal që përmes konkurrencës së pandershme, presioneve dhe ndikimit paracaktonte tenderat në këtë institucion. Ripërtëritja e Partisë Demokratike dhe aksioni politik në vazhdim ishin pikat kryesore të fjalës së kryedemokratit Sali Berisha në mbledhjen e Këshillit Kombëtar. Ai theksoi se PD ka nevojë urgjente për ripërtëritje, proces i cili sipas tij do ta sjellë këtë forcë politike në pushtet. Berisha tha se opozita ka hyrë në një fazë ku duhet të kalojë në sulm, të cilën ai e quajti si kilometrat e fundit drejt fitores. Duke vlerësuar protestën e gjatë të qytetarëve, Berisha tha se demokratët do ta mbështesin atë me hapa konkret. Berisha lëshoi akuza të forta ndaj kryeministrit Rama, duke deklaruar se zhvillimet e kësaj vere kanë demaskuar plotësisht funksionimin e atij që ai quajti narkoshtet. Berisha gjithashtu e quajti të negociuar arrestimin e Ergjys Agasit. Çmimet e produkteve bazë pritet të bëhen më transparente për konsumatorët shqiptar përmes platformës së re Pricewatch Albania, e cila do të lançohet në muajin shtator. Sipas ministres së ekonomisë Delina Ibrahimaj, kjo risi do të mundsojë qytetarëve të shohin dhe të krahasojnë çmimet, duke zgjedhur se ku mund t'i blejmë me çmim më të ulët. Ibrahimaj tha se mekanizmi i ri nuk do të shërbejë vetëm për publikimin e çmimeve, por edhe për analizimin e mënyrës se si ato formohen nga importi ose prodhimi deri te pika e shitjes. Ministri analizoi se në një ekonomi të lirë çmimet përcaktohen nga tregu, ndërsa roli institucioneve është garantimi i transparencës, monitorimit edhe informimit të konsumatorëve. Në fund të vitit 2025, numri të huajve me leje qëndrimi në Shqipëri arriti në 32.163, duke shkuar në 46.6% rritje krahasuar me një vit më parë. Meshkujt përbëjnë 65% të totalit, ndërsa femrat 35%, plotsimi mbetet arsyeja kryesore e qëndrimit me 55.1% të lejeve të dhëna për këtë qëllim. Ndërkohë, numri i shtetasve nga Azia shënon rritjen më të fortë me 117.6% në një vit. Sipas ekspertëve, tregu shqiptar ende ka kapacitete për të përthithur punonjës të huaj, por ritmet e rritjes së tyre vitet e fundit kërkojnë monitorim më të kujdesshëm. Turizmi dhe ndërtimi mbeten sektorët që po tërheqin numrin më të madh të punëtorëve të huaj. Sipas ekspertëve, nevojitet një monitorim më i mirë i tregut, me qëllim që rritja e punësimit të huajve të mos shoqërohet me dobësimin e mundësive për punëtorët vendas. Për vite me radhë, pacientët me insult ishemik në Shqipëri nuk kanë pasur në sistemin publik akses të rregullt në një prej ndërhyrjeve më të rëndësishme për hapjen e enëve të bllokuara të trurit. Tromboektomia mekanike, një procedurë që në disa raste mund të bëjë diferencën mes paftësisë së rëndë dhe rikuperimit, mungonte. Edhe pse QSOT kishte zhvilluar prej vitesh shërbimin neurovaskular dhe aplikonte trombolizën intravenoze, mungonte infrastruktura dhe organizimi nevojshëm për shërbim të qëndrueshëm të tromboektomisë mekanike. Ministra e Shëndetësisë dha lajmin se nga 27 gushti, ky shërbim është i disponueshëm 24 orë në ditë. Angiografi biplanar dhe kabineti i radiologjisë introvencionuese mundsojnë jo vetëm diagnostikimin e saktë të bllokimeve vaskulare, por edhe ndërhyrjen e drejtë për drejtë në enët e gjakut për heqjen e trombit. Drejtoria e përgjithshme e arkivave është një pasuri dokumentare që ruan historinë e vendit, por për shumë qytetarë është një pikë referimi për të zgjidhur çështje konkrete. Arkivi qendror shtetëror ofron qytetarëve dhe studiuesve mundësinë për të kërkuar dhe konsultuar dokumente si fizikisht në sallën e studimit, ashtu dhe përmes platformave online. Informacionet që kërkohen më së shumti lidhen me pronësinë, historikun e pasurive dhe dokumentacionin që mund të përdoret në procese gjyqësore. Një pjesë e konsiderueshme e këtyre kërkesave tashmë mund të kryhet në distancë përmes shërbimeve online dhe postës shqiptare.
Deri tani është përpunuar dhe digitalizuar pothuajse gjysma e dokumentacionit, ndërsa objektivi i institucionit është që procesi të përfundojë brenda vitit 2028. Partia Demokratike e Kosovës vjoj lëvizjet e saj në organet e akuzës kundër mos konstituimit të legjislaturës së kuvendit. Këtë radhë, për shpërdorim detyre akuzoi deputetin më të vjetër të kuvendit që aktualisht është drejtues i seancës konstituive Avnit Dahari. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Gruda theksoi se forca së cilës ai i përket nuk ndryshon. Sa i përket çështjes së zgjedhjes së presidentit për cilën kreu i vetvendosis Albin Kurti, u takua me atë të LDK-s Lumir Abdixhiku. PDK dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës vijuan edhe të njëjtën protestën e tyre përpara ndërtesës së qeverisë, ku kërkuan konstituimin e kuvendit. Një proces që ka mbetur pezull pasi lëvizja vetvendosja që doli forcë e parë në zgjedhjet e qershorit nuk pranon të propozojë emrin e kreut të ri të organit ligjvënës pa një marrëveshje për kreun e ri të vendit, pasi sipas saj kjo mund ta çojë vendin sërish në zgjedhjet parakoshme. Ratko Mladić, shefi i ushtrisë së serbëve të Bosnjës, që njihet me emrin Kasapi i Bosnjës, i dënuar me burg për jetë për genocidin e përgjithshëm të luftës së viteve 92-95 në Bosnjë e Hercegovinë, dëroi të njëjtën jetë në moshën 83 vjeçare në qendrën e ndalimit të Kombeve të Bashkuara në Hag. Në muajin prillu raportua se ish generali Famkeq kishte pësuar goditje në tru dhe ishte në rrezik për jetën. Vitin e kaluar, avokatët e tij kërkuan lirimin e klientit, duke pretenduar se atij kishin mbetur vetëm pak muaj jetë dhe duke përshkruar atë si një të moshuar të sëmurë në gjendje të brisht pasi kishte pësuar dhe më parë goditje në tru, kishte probleme me zemrën, tension të lartë, dëm neurologjik dhe probleme me veshkat. Mladić, i cili pati drejtuar forcat serbe të Bosnjës gjatë luftës së viteve 92-95 në Bosnjë, u arrestua në Serbi në 2011 pas 16 viteve në arrati. Gjykata ndërkombëtare penale për ish Jugosllavinë e dënoi me 2017 me burg për jetë për genocidin, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, përfshirë terrorin ndaj popullsit civile të Sarajevës gjatë rrethimit 43 mujor të kryeqytetit bosnjak, si dhe vrasjen në 1995 në më shumë se 8.000 djemve dhe burrave musliman të Srebrenicës. Londra dhe Parisi po luajnë me zjarrin me vendimin për të transferuar teknologji ushtarake raketore në Ukrainë. Ky ishte paralajmërimi ardhur nga Moska për 2 nga vendet që kanë ofruar ndihmë ushtarake ndaj Kievit. Vendimi mund të ketë pasoja të paparashikueshme për to, tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova, pasi sipas saj transferimi i teknologjisë raketore është një përpjekje nga të dy vendet për të shmangur përgjegjësinë për sulmet ukrainase ndaj infrastrukturës civile në tokën ruse. Por nuk do të funksionoj, paralajmëroi Zakharova, ndërsa u kërcënoi se Moska mund të godasë objektiva ushtarake britanike brenda dhe jashtë Ukrainës në përgjigje të sulmeve raketore të atij vendi kundër Rusisë. Nxisim të gjithë banorët e Mbretërisë së Bashkuar të reflektojnë mbi pasojat katastrofike të veprimeve armiqësore të autoriteteve të tyre. I bëjmë thirrje udhëheqjes britanike që të rivlerësojë me kujdes situatën dhe të braktisë menjëherë kursin agresiv që rrezikon përshkallëzimin e konfliktit në një nivel krejtësisht të ri, deklaroi zyrtarja ruse. Rreth 15.800 persona ndëruan jetë nga temperaturat e të larta që përfshin këtë vit Gjermaninë. Instituti bëri me dije se shifrat që publikoi përvojsojnë vlerësime konservatore, çka do thotë se numri i viktimave nga nxehti mund të jetë më i lartë. Më shumë se gjysma e rasteve të humbjeve të jetëve ishin të moshuar të moshës mbi 85 vjeç. Gjermania, por dhe shumë vende të Europës u përballën këtë verë me disa valë të nxehtit që u shoqëruan me temperatura të larta dhe thatësirë. Një nga këto vende ishte edhe Olanda, që raportoi se vera e këtij viti do të jetë më e nxehta në atë vend që të paktën nga viti 1901 kur nisën të regjistroheshin matjet e temperaturave. Patëm numrin më të lartë të ditëve kur temperatura shkoi mbi 35 gradë Celsius. Kur më parë nuk kemi patur kaq shumë net radhazi, ku temperatura shkoi mbi 22 gradë Celsius, u shpreh për mediat holandeze një specialist i Institutit Meteorologjik Mbretëror të Holandës. Dhe ishte kjo një përmbledhje disa prej zhvillimeve kryesore të 24 orëve të fundit, ndërkohë duhet thënë se edhe pse gjatë gushtit ka qenë një situatë e vështirë, jo vetëm për sa i përket temperaturave nxehta, por edhe zjarreve në vend, sigurisht kanë ardhur duke u vënë në kontroll, por gjithsesi duke se ka ende vatra aktive. Për të parë se si është kjo situatë, për të marrë një pasqyrë më të saktë, nëse ka apo jo ende vatra aktive dhe si po menaxhohen ato, ne do të lidhemi tani me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, me Ledio Hoxhën. Ledio, të përshëndesim, faleminderit që je me ne në këtë mëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit ju për mëngjes. Ledio, a kemi aktualisht vatra aktive zjarri në vend? Po, kemi ndodhur në një përcentash që pas raportirën në sektoreve operacionale, gjatë 24 orëve të fundit të pasur 15 vatë zjarri,
në të cilët 3 vatra nivelin aktivnë. Është ajo e dajtit, ajo në mbustin dhe ajo në ndivër. Në këto vatra që gjithë të vjetë ka shëpëruar në mbështetje nga toka dhe nga ajtë në një të. Ka një pikë, ka njëra prej tyre që është më e vështirë për të ndërhyrë? Aktualisht, cilat prej vatrat cilat janë aktive pa në paku kontakti drejtë të drejtësisë apo libër, nuk ka të përgojnë rrezik në negativ të znatë banuara, dhe këtyre dhe zënë në kontrol një perimet e siguri e sida në të mundur të zjarë mos të apore të zënë në spanuna, por në drejtësin dhe generacionin, që ato në drejtësin i erës, përbashkë me tereni manjore të ato vatra, e pasere para që të ndështet të kuat të gjatë, por të tani të mbajtë në kontrol një portinë të fluktuare nga toka dhe nga ajë. Ledhjo, si ka qenë kjo verë në krahasim me vitet e kaluar përsa i përket situatës së zjarreve dhe si është menaxhuar nga Agjencia e Mbikëqyrjes Mbrojtjes Civile përsa i përket edhe banesave. Zjarret nuk kanë patur, le të themi, aq vërshim të madh sa të prekin dhe banesat, por rreziku ka qenë konstant gjatë gjithë kohës. Në disa zona, po. Në disa zona. Po, të në vënërës, në dhe cilat të vatra zjarrit, të cilat kanë rezituar për të qytetit, por dhe banjës e qytetarëve, lijet në qytetarëve, e një nga vatrat të cilat mund të përmendur në cilat ka pasur një ka qenë ajo në të gjithë në qytetin e Turës, ku që shumë pasur të dalë, ku të duha të rezituar e në qytetin e Turës, por mund të themi që menaxhimi dhe përfundimi për izolimin dhe sikën e këtyre vatrave, është jetën qytetarëve pronë ndërë natyrës dhe përtimit kulturore, ka rezultuar nga të krishëm, janë koordinuar totalisht kapacitetet nga toka dhe nga ajri, kapacitetet në gjithë në të më parë, kapacitetet në të nga forcat armatore, nga policia të rritë, por dhe shqiptinës vendore të mbështën e zëtë të shqiptimin, ka reaguar pa më shpejt për të izoluar dhe për të mangur të fatalitet, për apo të do ullur në poston për qytetarët qytetarë. Në shqipja nga rajë servit, ka qënë në 4 helikoptere, të forcave qytetare, por në supportin ka zënë 2 avion dhe transport ka qenë në gjerës për izolimin sa më shpejt në mundë të qyre vatrave. E qartë, Ledhjo, dhe një pyetje të fundit për ta përmbyllur, zërit duke sikur nuk na vjen shumë mirë në fakt. Jemi drejt fundit të gushtit dhe shpresojmë që dhe temperaturat të bien edhe pse jo të kemi dhe rreshje edhe për ne, por për t'ju ardhur më së shumti në ndihmë juve në zonat veçanërisht që janë problematike. Duke qenë se ka pak vatra tashmë aktive, po a janë në kontroll pjesa tjetër, ato që her pas here në fakt janë reaktivizuar, pra edhe pse janë vënë në kontroll, ka ndodhur që janë reaktivizuar disa herë. Pra, vijon të mbetet në mbikëqyrje situata? Po, në 4 vazhë të cilat janë në mbikëqyrje, që ndodhë në spasën se gjabisa të me koordinime, që për dhe nga toka dhe në fundë të kontrol, por në të fundë që ato janë dhe sikura, përse ato ndodhë në zona malore, ku legislacioni dhe bënë që ato të jetë në zona e pasere, që të ashtë ato banë në kontrol. Vatra janë në qafë në qafërin, në harmonë në gjibër, në vajtë në darë dhe në skupët në qërkun e basanë. E qartë. Mirë, Ledhjo, të falenderojmë për gjithë këtë informacion që na përcollën, natyrisht punë të mbarë të gjithë forcave që janë të angazhuara ende në vatrat aktive të zjarrit dhe le të shpresojmë që janë drejt fundit edhe dëmet të tjenë sa më të pakta. Faleminderit. Kjo ka qenë një përmbledhje e situatës më të fundit të sa i përket zjarrit në vend. Mirë, jedhim një vështrim dhe titujve në faqet rtsh.al. Titulli kryesor: aksident tragjik në Lezhë, makina përplas fëmijën me monopatin, humbi jetën 12 vjeçari. Është pikërisht ky lajm i parë, 2 orë më parë, një aksident tragjik ka ndodhur mbrëmjen e sotme, 27 gush në aksin rrugor që lidh Fishtën me aksin Lezhë-Shkodër, ku një 12 vjeçar ka humbur jetën. Sipas informacioneve, një automjet tip Audi është përplasur me monopatinën me të cilën po lëvizte i mituri. Përplasja ka qenë e fortë dhe pavarësisht transportimit me urgjencë drejt spitalit, 12 vjeçari ka ndëruar jetë gjatë rrugës. Drejtuesi i automjetit tip Audi udhëtonte nga Elbasani në drejtim të Fishtës së bashku me bashkëshorten dhe fëmijët e tyre të mitur. Pas përplasjes, automjeti ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në kanal, ku fatmirësisht asnjë nga personat brenda mjetit nuk ka pësuar dëmtime.
Ministri e Mbrojtjes 5 vatra zjarje në aktive në vend, që tha dhe Ledjo Hoxha në lidhjen tonë. Skema sigurimeve në bujësi, Ministri Salla, mekanizmi ri për mbrojtjen e fermerëve nga fatkeqësi natyrore. Dalemi tek RTK.al. Donjeta Sadiku fiton medaljen e artë për sa i përket del fituese nga finalja me serben. Kurti, zbardhje e fatit të zhdukurve, i hap rrugë kërkimit të drejtësisë. Këto janë disa prej zhvillimeve kryesore dhe do të shkojmë tani një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, do të rikthehemi si zakonisht me pjesën e dytë. Jemi rikthyer në studio në Mirëmëngjes Shqipëri, jemi në pjesën e dytë të Mirëmëngjes Shqipëri për sot. Do të flasim tani për aktualitetin politik, kemi në lidhje të drejt për drejt analistin zotin Ben Andoni. Zoti Andoni, të përshëndesim. Faleminderit që jeni me ne në këtë mëngjes. Do doja me njëherë të ndalesha tek zhvillimet më të fundit politike, duke se ka qenë në një verë në fakt, kryesisht një gush që nuk është se pushoi fort sa i përket politikës, ashtu si disi ishim mësuar vitet e kaluara, e diktuar kjo edhe për shkak të protestës, me siguri. Në kampin roz, kryeministri, njëherë kryetari i Partisë Socialiste, zoti Edi Rama, ka nisur takimet, ka bërë disa takime në Pogradec, dje ka qenë me kabinetin e tij qeveritar, sot gjithashtu do të ketë takime me antarët e kabinetit qeveritar dhe drejtuesit politik Partisë Socialiste. Si po i shihni ju këto lëvizje? Mendimin tim janë solucionove. Është për të statin ditë që e Rama një të rritë. Qëllim të zonë iniciativ në ati të ri politik, do të Rama për në rikonceptimet e tjela. Në mendimin tim janë më shumë për të rritu në të tjedhin impakt për jetën e banë. Për një arsye të thjeshtë, zakonisht takimet të tjilë, për balë zotit të kryeministër, dhe është gjithmonë një arsye që të jenë lartë metit. Media nuk ka të të gjojë takimet e kryeministrit të politik, që vendi jonë ka problem shumë ka pjesë burokratike të komunikimit. Gjithë zotë Rama e ka angazhuar të gjithë platformën e politike me emrin e Besës, pastaj me platformën e Pasqyrës tjera. Gjitha këtu për të treguar që tashmë zëri publik do të vinë në mënyrë të drejtë për drejtë shumë të afërt e tjera. Në momentin tuaj do të them që kjo është e treta herë pronta mandateve të tij, mandati 4 që do të Rama dhe të ekzekutivit qytetar, që aktohen platformë të tjera. A që një platformë e tjilë për antikorrupsion, a që një platformë e tjilë Shqipëria që të po, dhe ata një pasqyra të një. Gjitha po të shikonë në qytetas kanë të njëjtin arsye që ekzekutivi shqiptar jetë shumë afër problematikave të njerëzve. Në mendimin tim, me masën e njerëzve që Partia Socialiste ka në terren, dhe ju e di që ata përgatitur e tjetër, tiku një me emrin patronazhist, mund të mbledhë shumë më mirë këtë informacion se sa të politikisht të kryoj platforma që dëri politikut të shkojnë të burokracia e zotit Rama. Kalimi kohëve ka treguar që administrata e tij është shumë problematike, që zoti Rama për fatin e mirë e ka konstatuar këtë, por është ndryshe të konstatosh dhe ndryshe të rregullosh opetari parosh. Në mendimin tim, zoti Rama do të fillojë të thotë për individ të cilët do të them besim e shtetit tek individit qytetar. Të më vjen keq ta them, ky lloj besimi e publikut qytetar të administratës ka ardhur të udhëheu. Dhe kjo është një nga shqetësimet më të mëdha që artikulohet tek protesta, paqë se protesta tashmë në vigjilje të 3 muajve
po thonë një krisje thjesht prej pjesë protagoniste të njerëzve të taj. Si është e këtë protest, Beni, mendon se shtatori do të rikthejë sërish fuqishëm, apo ndoshta e ka marrë një drejtim? Jo, besoj që u të shtohen për disa ditë në pjesën të temit të masivizimit, po tashmë nuk e shoh që protesta mund të ndryshojë diçka. E para si ishte koha mjaftu brenda 3 muajve që të ardoheshin struktura dhe të dileshin një grup negociator përballë ekzekutivit qytetar. Kjo gjë nuk u bë, e po të shikoni me kujdes në ditët e fundit ka akuzat shumë të mëdha. Ka filluar një lloj protagonizmi duke akuzuar dhe kundër akuzuar njëri tjetrin, edhe detyrimisht ndoshta kjo ndikon edhe në luhatin e besimit edhe tek masa e cila fillimisht e ka përkrahur masivisht këtë protest. Unë doja të rikthesha pak zoti Andoni asaj që ju tha që është lëkundur besimi i qytetarëve të administrata. Duket sikur zoti Rama disi e ka kuptuar këtë ose po sforcohet për ta kuptuar, sepse ka kërkuar në një nga takimet e ditëve të fundit që të ndrohen shefat e sektorëve në administrat, ata që kanë me vite që rinë aty dhe sipas zotit Rama nuk kanë çfarë t'japin më. Krahas kësaj mendoni ju se këto takime do të pasohen, këto që po bën ai aktualisht do të pasohen edhe me ndryshime në qeveri për të në mos për ta bërë, po të paktën për të tentuar të krijojë tek publiku iden se te qytetarët iden se po i shkon më afër atyre. Shikoni, do të bëjmë arsyetim në konceptin sot të tij. Administrata gjithë ka model. Modeli është njëri e ideol për administratës. Në këtë rast, pikërisht në Tiranë. Përqendrimi shumë i madh i shtetit ka bërë që ta shikoni me kujdes. Atë shqetësim që kanë ministrat për drama, atë shqetësim kanë drejtore për ministrave dhe të ardhur tek në punë të tjerë. Në këtë sens, do të thoni diçka. Ndryshimet nuk bëhen me mbledhje, ndryshimet bëhen me modele, dhe ndryshimet duhen kohë. Ta keni parë me kujdes, vendi jonë ka reformat të vazhdueshme. Të mëohet që ja 13 viteve të drejtimit të qeverisë, patjetër ka pasur reformat të tjera. Po reformat janë aq të shpeshta, aq jo mirë të konceptuara, që nga njëra reformë tek reforma tjetër, nuk arrit të merret përgjigja për rezultatin e këtyre reformave. Dhe në këtë rast, i konceptime të tilla më shumë e lodhin administratët, më shumë e shtojnë papërgjegjësinë e saj, dhe e treta, e bëjnë shumë të pabesueshme përballë individëve të cilët ideojnë këto reformë, sepse një reformë duhet të kryejë ciklin e vet, duhet të ketë pastaj analizën se si ka rezultuar, dhe pastaj të bëhet hapur në reformë të rregullosh. Shumë vështirë. Zoti Andoni, të falenderoj shumë që ishe në këtë ndërhyrje të emisionit Mirëmëngjes Shqipëri dhe që ndam së bashku një opinion për sa i përket situatës politike në këtë verë që ka qenë nxehtë, duhet thënë, në të gjitha drejtimet, si për sa i përket temperaturave, zjarreve, por dhe politikës që nuk kanë dalur. Faleminderit. Faleminderit. Ishim analistin Ben Andoni, me cilin diskutuam për situatën politike në vend, vetëm një shkëputje e shkurtër publicitare dhe do të jemi me të ftuarin tonë të radhës. Jemi rikthyer në studio në këtë pjesë tjetër të Mirëmëngjes Shqipëri. Do të flasim tani për jo për një libër, jo thjesht për një libër, por për një libër që sjell histori dhe sjell në fakte shumë interesante për Tiranën tonë. Kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio zotin Harallam Kota, autori i librit Tirana, vetbanimi i hershëm i fisit Pelazgo Ilir të etruskëve Tyren. Faleminderit zoti Kota që jeni me ne në këtë mëngjes, librin e keni me vete dhe është një libër që le të themi është një thesar sa i përket historisë së Tiranës. Pse keni zgjedhur ta sillni
Tiranën në këtë formë, në këtë libër. Faleminderit për mundësinë që më krijuat për të ardhur këtu në studion tuaj këtu në RTS. Jam shumë i nderuar. Kënaqësi për ne. Kam zgjedhur këtë temë para njëherë se familja ime është një familje shumë e vjetër në Tiranë. Të paktën mbiemri jot daton qysh nga viti 1790, si tregtar shëtitës në atë kohë, se Tirana kuptohet, është krijuar gradualisht nga një vendbanim rural drejt një vendbanimi urban. Ajo që më shtyu për të bërë këtë libër, të paktën janë 10 vjet punë që unë kam arritur në këtë produkt. Pra të dashur 10 vite punë për të mbledhur gjithçka që ju pastaj e keni përmbledhur në këtë. Unë jam autor faktikisht i 7 librave. Po, do ndalemi pak më pas edhe për këtë, sepse keni sjellë fakte historike edhe në botime të tjera. Dhe kam qenë një pranishëm edhe në RTS dhe një herë tjetër për një kronik të Pascal Milës për ish kryeministrat e Shqipërisë, ku unë fola për ish kryeministin Koçakota të kohës së mbretërisë Zogu Parë. Flasim për Tiranën. Po. Tani Tirana, për Tiranën me fjalë kanë folë shumë autor. Autor shëtitës në këtë vendbanim rural, që është në shekullin e 19, ku mund përmendim Hanin dhe shumë të tjerë. Mund përmendim shumë autor të kongretacioneve katolike, të cilët kanë trajtuar zhvillimin e banorëve të këtij qyteti. Dhe ajo që më shtyuar se shumë problematika dhe shumë gjëra që kanë qenë prezente në zhvillimin e tjerë nuk janë thënë. Ose janë thënë në mënyrë shumë kalimtare, ose ashtu kanë dëshiruar që ta trajtojnë Tiranën, e cila u shndrua gradualisht në kryeqytetin e Shqipërisë. Cila është teza juaj kryesore në këtë libër? Teza ime kryesore në këtë libër është kjo, që ajo gjë që thuhesh nga me gojën popullore, që Tirana vjen sepse erdhi një dikushi dhe e pa një nën duke tjerur ranën, apo duke Tiranët e fustanit, janë gjëra groteske, por unë e kam parë në thelbin e të gjithë të dhënave që kam studiuar dhe kam hulumtuar, që emri Tiranë vjen nga emrin Tiren, sepse është shumë e evidentuar që banorët e parë të kësaj treve, siç në të gjithë trevën e Shqipërisë qendrore dhe jugore, kanë qenë etruskët. Dhe etruskët e identifikohen me emrin Tyren, ose Tiren. Mbi çfarë bazash mbështeten ju? Bazat që unë mbështeten janë të shumta. Janë baza të dhëna nga shumë arkeolog, nga shumë historian, që kanë identifikuar që fjala Tiran vjen nga fjala Tiren ose Tyren. Dhe e kam fjalën për lidhjen mes Tiranës dhe Pellasëve, Etruskëve. Po, sepse për çfarë vitesh bëhet fjalë, pra sa hershme është? Kuptohet që po të kemi në konsiderat periudhën pellazike, për cilën me fjalë kemi shumë autorë që kanë folur shqiptar të sotëm dhe të huaj. Unë në libër kam evidentuar emrat e shumë autorëve që kanë, po autori i parë që unë e kam studiuar dhe që është marrë me çështjen pellazike është Piero Fonda. Është akademik, edhe fatkeqësisht nuk është antar i Akademisë Shkencave të Shqipërisë, por i ka sjellë publikut shqiptar me kohë që në vitin 1960 një perl në lidhje me çështjen pellazike. Mbas Piero Fondës, çështjen pellazike kanë trajtuar dhe autorë të tjerë shqiptar, me dysyre Mateus Aref. Janë edhe
3 autorë shqiptar nga Kosova, ku mund të përmendë Farixharën, dhe disa autorë të tjerë që kanë titull akademik të fituar me fjalë në universitetet perëndimore. Janë autorë të rinj, mos them që janë bazuar dhe në zbulimet arkeologjike të arkeologëve tanë, ku mund të përmend me fjalë Neritan Cekën, bashkë me Tjatin, arkeologët të shquar të vendit tonë, ku kanë sjellë zbulime të rëndësishme në lidhje me ato çështje që ne diskutojmë lidhje me praninë e pellazëve në Trungun. Biles kanë autor që unë i kam cituar në libër, që e thonë që po, adeu i pellazëve është Epiri. Dhe kur ne konceptojmë se kush është Epiri, kuptohet që në Epir hyn Shqipëri edhe jo vetëm jugu i Ilirisë, po hyn gjithë Iliria qendrore në Epir. Cila është lidhja mes etruskëve dhe hapësirës shqiptare? Lidhja midis etruskëve dhe hapësirës shqiptare që unë e sjell në libër është ajo që është shumë e qartë. Domethënë, nëse mitologjia flet për Titan dhe Gigan, ku sot janë Toskët dhe Gegët, Titanët me fjalë janë Tirenët, Etruskët, duke përfunduar sot që njihen me emrin e Toskërisë. Domethënë lidhjet janë shumë kronologjike dhe shumë të qartësuara me fjalë që vijnë nga para historia, dhe ato sot janë të qëna, të mirë qëna, kene me fjalë në këtë sens. Pra, edhe kjo lidhje midis etruskëve, tyrenëve dhe hapësirës shqiptare, vjen në përfundimin dhe sot i kemi të qarta, thonë, dhe edhe historian të huaj, dhe etimolog të huaj, ku mund përmendë një etimolog të shquar të Shqipërisë, i ri, një Aleksandër Hasanas, ku na ka sjellë me fjalë, ka bërë interpretimin edhe të mozaiku Tiranës dhe të kishës paleokristiane, si një vendbanim shumë i lashtë etrusk, dhe nga ana etimologjike bën lidhjen e emrit Tiranë me emrin Tiren të etruskëve. Kuptohet që etruskët nuk kanë qëndruar këtu sepse kemi dhëna që kanë shkuar në hapësirën e Italisë, ku kanë krijuar atje zhvillime të tjera. Ne fatkeqësisht nuk kemi këtu akoma zbulimet arkeologjike, nuk na kanë nxjerr akoma të dhëna me fjalë lidhje me shkrimet etruske apo me ato që janë cilësia më kryesore etruskëve në ndërtim, ndërtimet me kolonata, ndërtimet me breza guri, se guri përdoret, guri pellazik në atë kohë, por i kemi gjetur fatmirësisht, i kanë gjetur në Itali, dhe ne kuptohet që i referohemi asaj gjetje në Itali, që është një element etrusk, dhe themi po që edhe këne etruskët padyshim që do kenë bërë ndërtimet të këtij lloji. Dhe ne ku i gjejmë ndërtimet etruske? Ne i gjejmë në kalat e Tiranës. Dhe ky është një gjetje e një evidentim shumë i saktë, sepse ne sot akoma në ato mure trethuese të rënuara të kalave të Tiranës, kudo përreth Tiranës, që datojnë shumë herët dhe janë në format e tyre të ndryshueshmërisë, domethënë nga vendbanimet të fortifikuara drejt konceptimit të ngritjes së mureve rrethuese deri në produktin përfundimtar të një kalaje, me fjalë që brenda tyre ishte konceptuar dhe janë gjetur me fjalë themele ose mbetje të banesave që konsiderohet që brenda tyre banonin edhe domethënë nuk ishin vetëm kala luftarake, mbrojtëse, po ishin kala të banuara. A ka skeptik
për këtë teori që ju keni sjellë për këto? Unë fatmirësisht, faleminderit për pyetjen, fatmirësisht me fjalë librin e kam promovuar në shoqatën Tirana, jam antar i Këshillit Drejtues të shoqatës Tirana. Është organizuar nga Asambleja e shoqatës Tirana me kryetar S'ka gjë, le të ndalemi pak te libri. Rushdi Keqi. Dhe pjesëmarrja ishte e plot, unë e kisha pranuar këtë organizim ke 15 kaçi dhe për gjithë pjesëmarrësit që ishin rreth mbi 30 e ca veta, unë librat ju afala të gjithëve, se ishin gjithë Tiranas dhe je meritonin me fjalë që ta kishin atë libër. Libri është pëlqyer, vazhdon të pëlqejet dhe skeptik ka. Atë bëre pyetje. Kush janë skeptikët? Skeptikët, për shembull, kemi një dhënë qesharake që mua më shtyu ta bëj këtë libër. Tiranën e kanë themeluar vlehët. Kur nga gjithë të dhënat statistikore të sotme, në gjithë Shqipërinë janë 2500 vleh arrumun. Dhe pas kanë themeluar Tirana. Unë kam argumentuar në libër që Tirana është themeluar dhe është fillimisht nga vetë banorët Tiranës që banonin në të gjitha rrethinat e Tiranës, në lartësitë e Tiranës. Dhe kjo është ai motivi i parë që, si i thonë asaj, jepi Cezarit që ai takon Cezarit. Domthonë Tirana është themeluar nga banorët e vetë të lartësive dhe unë me fjalë nëpërmjet regjistrave Osman, që i kam hulumtuar. Fatmirësisht kemi regjistra Osman, qysh nga vitet 1350 në regjistrimet e tyre të para, ata i kanë bërë regjistrimet për interesat e tyre, dhe regjistrimet janë me emra, dhe banorët e parë të kësaj treve kanë qenë gjithë krishterë, fillimisht, sipas atyre varreve të gjetura në Brar, janë 4 kryqe ortodokse dhe kryqi i fundit është katolik, që tregon me fjalë që princat e Arbrit në Brar, që kanë qenë në Skurajt, princat e parë, Pragon Skuraj, princi i parë i Arbrit, që themeloi principatën e Arbrit me qendër në Kruj, po dinastia e Skurajve unë e sjell në libër është në Brar. Dhe Skurajt kanë qenë të gjithë pinjollët e Skurajve, kanë qenë të gjithë administratorë të perandorisë osmane, të paktën në qytetet që unë sjell në Shqipërinë, në Arbërinë qendrore. Pra ka një vendbanim të hershëm patjetër. Ka një vendbanim të hershëm. Duket në librin që ju keni, mbetet një libër për të lexuar zoti Golla. Absolutisht, Sjell fakte interesante. Ka fakte interesante zhugjuruar me ilustrime, me foto, me stema. Ku vi në mënyrë të rrjedhshme në ngjashmëritë. Me stema të hershme të gjithë çkaje që ju keni sjellë. Kështu që është një libër shumë interesant për të mësuar më shumë për Tiranën dhe më së shumti për origjinën e saj. Tiranën apo Tiranën? Shiko, emrat kanë qenë të ndryshme. Unë i kam sjellë të gjitha ato, të gjitha trajtat. Tyrhana, Tarana, Terana, Tirana, Tirana, sipas edhe aksentit të Kështu që i gjejmë nga pak edhe këto në libër. Të gjitha janë në libër, të gjitha. Për të gjithë tiranësit, po jo vetëm në fakt, ky është një libër dashamirësit e historisë. Absolutisht, sepse Tirana është e të gjithëve. Duam apo s'duam ne, Tirana është e të gjithëve, kështu që ka një libër tani në të gjitha librarit, ku mund të mësoni më shumë për historinë e Tiranës. Zoti Harallam Kota, të falenderoj që ishe me ne në studio, edhe sollët një pjesë të këtij libri të rëndësishëm që është tani në treg, edhe faleminderit për punën që keni bërë, për këtë punë 10 vjeçare, për t'i përmbledhur gjitha këto fakte. Shumë faleminderit dhe nga ana ime për ju, edhe ju uroj mbarësi, punë të mbarë, edhe suksese radio televizionit shqiptar. Faleminderit. Edhe juve. Mirë, do të shkëputemi vetëm për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të flasim për sport, për Egnatian, për Dinamën dhe jo vetëm.
biletën e salloneve evropiane të siguruar. Në Aresen stadion të Oslos u zhvillua ndeshja e kthimit mes Lillestrøm dhe Ignatias, ndeshja e vlefshme për play-offin e Europa Ligës. Ndeshja nisi me një ekuilibër si në takimin e parë që përfundoi 0-0. Në minutën e 15 vjen shkëndija e parë për vendasit me goditjen nga jashtë zonet të qarë, po Dajsinani kontrollon mirë. Ndeshja do të vijonte ekuilibruar deri në minutën e 33, ku nga një goditje këndi, Sota do të godas sakt me kokë për të mposhtur Dahlberg dhe Ignatia merr kryesimin ndaj Lillestrøm në këtë transfert, por me shumë tifoz shqiptar në shkallët e stadiumit. Me njëherë tenton të rrezikojë skuadra norvegjeze me një goditje nga jashtë zone, me Nyhem, por topi përfundon jashtë. Një gabim i mbrojtjes së Lillestrøm jep mundësinë albanezes të godas një diagonale e cila përfundon jashtë dhe pa shumë forcë. Pjesa e dytë e gjen skuadrën rrogozhinase më kërkuese. Lukili godet rrezikshëm në minutën e 51, por portieri e dërgon në goditje këndi. Është sërish Ignatia që tenton me albaneze dhe Ignatia është fare pranë golit të dytë. Në minutën e 62 albaneze provon të surprizojë Dahlberg me një goditje nga mesi fushës, por i pa fat. I pa fat e dede pasi u mbet autorin e golit të vetëm Sotën për shkak dëmtimi. Do të jenë dy raste të 1-1 që afrojnë Ignatian te goli në fillim Fernando e më pas albaneze, por sërish rezultati nuk do ndryshojë. Lillestrøm pas minutash në heshtje në daljen e parë arrin të finalizojë sakt me asist të Ibrahimaj dhe arrin të shënojë me një gjysmë Fluru dhe Sander Monfos dhe 1-1. Në shtesë Lillestrøm shënon dhe golin e përmbysjes me Olsen, një gabim naiv që mund të shmange dhe Lillestrøm udhëheq 2-1. Në pjesën e mbetur të shtesës nuk ndryshon asgjë për lojën e Ignatias dhe vjen fundi hidhur në Oslo. Ignatia nuk vazhdon rrugtimin e Europa League, por nis një të ri në Conference League në fazën e ligës. 2 Ignatia 1. Në ndeshjen e kthimit mes Pafos dhe Dinamos, besimi për të bërë surprizën nuk mungoi që në fillim ajsa skuadra e Ilir Dajes e nisi me një gol fantastik që në minutën e 8 teksa Malomo i vjedh topin David Luiz e jep tek Silva Richards i cili pason për Faderon. Ky i fundit nuk fal me goditjen e tij dhe jep avantazhin bluve, por gëzimi i golit do të jetë vetëm për pak sepse në minutën e 12 Pafos arrin të barazojë me një gol shumë të diskutueshëm pas goditjes së Semës, por Dinamovidët protestojnë për një faull të paakorduar për një kontakt në dëm të Malomos. Pavarësisht rishikimit për pretendimet e bluve për faullin mbetet në fuqi barazimin 1-1. Ndeshja është mjaft e tensionuar dhe në nervozizëm e sipër. Përfshihen dhe trajnerët e dy skuadrave respektive, të cilët ndëshkohen me karton të verdh. Në minutën e 42 Pafos është fare pranë golit, por në momentin final, kur duhet ta shtyjë në rrjet, Lele gabon. Pjesa e parë mbyllet me rastin e Malomos, i cili godet fuqishëm, por topi përfundon jashtë. Pjesa e dytë nis sërish me tensione ku Korea godet Qerdaku në lojë të ndaluar, por gjyqtari bën me shenjë që loja të vazhdojë. Në minutën e 79 Çipriotët kalojnë avantazh teksa Ngamaleu harkon nga e djatha, Janu godet me kokë dhe topi përfundon në rrjet. Surpriza vjen në minutën e 84 kur Dinamo nga një goditje këndi arrin të shënojë me Silva Richards dhe vjen barazimi 2-2. Në shtesën e parë gjithçka do të jetë ekuilibruar, por në shtesën e dytë Dinamo arrin të rezistojë deri në minutën e 116 kur vjen goli Pafos me anë të Kuina, ndërkohë që lojtarët e Dinamos kontestuan për prekje të topit me dorë. Nuk do të ndalen këtu pasi do të vijë goli 4 për Pafos në minutën e 121 me Anderson, i cili shfrytëzon një top të mbetur në zonë. Mbyllet kështu me rezultatin e përgjithshëm 5-3 për Pafos, të cilët vijojnë në fazën e ligës në Conference League, ndërsa Dinamo përfundon aventurën europiane të këtij sezoni. Jemi rikthyer në studio në këtë pjesë të fundit të Mirëmëngjes Shqipëri për sot me dy materiale që sollën një përmbledhje të dy ndeshjeve të rëndësishme të mbrëmjes së dieshme, ajo e Ignatias dhe Dinamos. Të dyja kanë përfunduar me një rezultat jo pozitiv për dy skuadrat tona. Do të flasim tani për këto dy ndeshje, po jo vetëm. Kemi të ftuar në studio kolegun ton Edi Hajdini. Edi, përshëndetje, faleminderit që jemi në këtë mëngjes. Po e nis me Ignatian, e cila e nisi ndeshjen e dieshme me avantazh. Të dyja ekipet në fakt, edhe Dinamo nisën me një avantazh, po pastaj nuk arritën ta mbanin dot, po duket se Ignatia i kishte shanset më të mëdha edhe për ta dominuar këtë ndeshje, apo jo? Është vërtet dhe keqardhja është fjala e parë që të vjen në mendje, sidomos pas kësaj paraqitje të një skuadre shqiptare në Europë. Nuk kisha parë personalisht një dominim si ai i Ignatias për gati 80 minuta ndaj një skuadre shumë të fortë si Lillestrøm dhe vuajti besoj ato episode të cilat tregojnë se në ndeshje të tilla në Europë nuk të falin. Për mendimin tim ishin dy momentet kryesore që kishte të bënda. I pari ishte dëmtimi i Sotës në minutën e 63 që prishi planet e trajnerit dhe e dyta ishte mungesa e alternativave në stolin e rezervave. Në krahun tjetër, skuadra e Lillestrøm
pak në këtë pati edhe armën e saj më të fortë, sepse me ndryshimet që kreu trajneri tyre, arriti që ta kthejnë ndeshjen të përmbys rezultatin dhe të marrë atë fitore, cilën për ne gjithë shqiptarët një shihet hidhur. E trahtoi Dajsinani Egnatian në këto ndeshje të Kupës së Evropës? Më thash që këto janë episode, janë detajet ato që bëjnë diferencën, nuk është vetëm Dajsinani, sepse të mos harrojmë që Egnatia pati mundësit shumëta për të bërë golin e dytë, që duhet ta vriste ndeshjen, dhe cinizmi ishte ajo që e penalizoi, le themi, Egnatian. Gabimet janë gjatë gjithë ndeshjes, Dajsinani mbetet. Ajo që ka rënë sy ka qenë, le të themi, paraqitja jo e mirë e Dajsinanit. Po ta marrim me skuadrën e Çeljes për Champions League, pati gabime, nuk arriti të priste asnjë 11 metrash, më pas erdhën disa gabime përballë Shamrokut dhe tashmë edhe ndaj Lille Strom në ndeshjen vendimtare. Duket sikur nuk është një portier që ka stofin, le të themi, të kampionit dhe të Egnatias. Për hir të së vërtetës, problemet e Dajsinanit kanë nisur këtë sezon në ndeshjet e Champions League-s, kur Egnatia synonte që të bënde diçka pozitive, por kanë qenë probleme të cilat kanë ndikuar në eliminim. Stafi i ka besuar, ka qenë Tandilashvili gati për të zëvendësuar, por ata që bëjnë stërvitje aty e shohin më mirë dhe e din që sepse i dhanë besim, nuk besoj që do ta lini këtë rastit sepse do të ndikonte në karrierën e tij dhe besoj se kanë menduar për më gjatë. Është një portier i thirrur me kombëtaren shqiptare, kështu që nuk besoj se mund të hidhet poshtë. Ka pasur problematika, është e vërtet, por me cilësitë që ka Dajsinani, them se do të rikthehet sërish dhe mbetet një nga pikat më të forta të Egnatias. Mund të kishte patur një moment kyç kthese ndeshja, ju e thatë pak që trajneri jon nuk është se kishte shumë alternativa, kishte mungesa, po mund të ishte bërë një zgjidhje tjetër? Me ata lojtarë që kishte, unë besoj se Nevil Dede i ka marrë maksimumin dhe mbetet pika kryesore dhe Chelsea i kësaj Egnatie. Mos harrojmë, kishte të bënde me një skuadër e cila nuk besonte tek titulli kampion, arriti të fitoj titullin kampion dhe e solli në këtë pikë ku është një skuadër që ka shënuar jashtëzakonisht shumë gola në Kupat e Europës, është një skuadër që në fushën e vet tregoi që di të bëj ndeshje shumë të bukura, mbështetjet nga tifozët e saj, dhe them se kjo do t'i shërbejë edhe si një sinjal edhe presidencës dhe ndoshta ky kualifikim në këtë fazë grupesh të jap mundësinë që të bëjë paktën 2 goditje sepse tashmë i ka mundësitë për të investuar dhe për të ofruar lojtarë cilësor. Bakayoko, i cili ishte futbollisti, do të ishte futbollisti që do të ishte një armë shtesë për Egnatia, mungonte në këtë takim dhe mungesa e një sulmuesi nëntsh. Ka nevojë edhe për një merkato. Patjetër ka nevojë për merkato dhe për afrim lojtarë cilësor të cilët jenë në gjendje që të bëjnë diferencën. E kuptoj. Ndërkohë, Egnatia patjetër që eliminohet nga UEFA Europa League, por ka arritur të sigurojë matematikisht që në ndeshjen dhe Shamrock, grupet e Conference League-s, aty ku do të mësohet shorti ditën e sotme, si UEFA Europa League ashtu dhe UEFA Conference League, do të jetë shorti që do të transmetohet në ekranin RTSH në orën 13. Do të ketë skuadra të forta, pa diskutim, do të jetë mund të kemi një përballje me Atalantën, patjetër, por Egnatia tashmë mund të bëjë mirë edhe në Conference League me kontingjentin që ka? Mund dhe thash që Europa nuk të falë në ndeshje të tilla, janë ndeshje që detajet bëjnë diferencën dhe me grupin aktual që ka Egnatia e ka të pamundur që të arrijë të marrë rezultate pozitive në varësi edhe të shortit të skuadrave me cilat do të përballet. Në rastin më të mirë dhe që do të ishte në shërbim të skuadrës së Egnatias, do të ishin këto skuadrat e njohura, Atalanta që është një skuadër e Serie A, apo Ajax i Amsterdamit, që janë skuadrat e njohura në arenën ndërkombëtare, çka për të drejta televizive do të sillte të ardhurat shumë mira për skuadrën e Egnatias. Kështu që besoj se edhe vetë formati i ri i Conference League-s, ku çdo fitore dhe çdo barazim të jep bonus përveç shumës tashmë të argëtuar prej 3.3 milion euro që ka argëtuar nga pjesëmarrja, është një arenë e cila do të përfaqësoj dhe tashmë Egnatia ka peshën për të përfaqësuar kampionatin shqiptar në pas 10 vitesh tashmë mungesës së Skënderbeut
në kompeticionet ndërkombëtare. Është një event ku skuadrat, edhe këtë sezon ka skuadra shumë të mira, por e veçanta dhe e vetëmja e metë, le themi Egnatis, është koeficienti i saj ulët që e vendos pikërisht skuadrën në vendin e fundit, në vazon e fundit, që do të thotë që të gjitha skuadra do të ketë grup të vështirë. Megjithatë, e thënë kështu Egnati do të ketë përfitimet e veta si klub, qoftë ato financiare, po edhe fakti që është... Do fitore vjen pastaj... Po le të shpresojmë që do të ketë Unë besoj ecurit që mirë. dhe te Egnatja kërkojnë shumë ballin me skuadrat e forta, sepse drejta televizive pastaj është ajo që sjell. Po në këtë pikë patjetër që duhet i shërbej për veten. Është si vitrinë për. Po le të shpresojmë që do të ketë ecurit mirë. Kalojmë pak te Dinamo. Eliminua me polemika, akuza ndaj arbitrit përse përket golave, por edhe një tjetër ndeshje që shkon me eliminim në play-off. Edhe për Dinamo keqardhje për të dytin sezon radhazi shkon deri në play-off dhe nuk arrin që të bëj atë hapin e madh, hapin cilësor. Besoj se si Egnatja dhe Dinamo, megjithëse shënoi e para, nuk diti ta administroj atë rezultat, edhe për shkak se goli i kundërshtarit erdhi shumë shpejt, po defekti i Dinamos në gjykimin tim ishte administrimi i nervave të tyre, sepse që në momentin e golit, unë pash një lloj nervozizmi të skuadra e Dinamos, të stafi, që mund të ishte evituar dhe të mos e fuste skuadrën në rrjedhë të tillë. Më la shihet keq në fakt edhe gjyqtari, bëri disa gabime, ndikoi për mendimin tim tek loja e skuadrës, kartoni që i dha përndrecës që në minutat e para ishte e futi këtë lojtar në presion, sepse është futbollist i cili rikthehet pas dënimit. Pra, vinde pas kartonit kuq, ndeshjen e kaluar, vjen dhe merr sërish karton, dhe kjo dihet që e penalizoi jo pak në krahun e dhe mos ndoshkimi i Koreas. Pra, ishin disa episode që në nivelet të tilla është shumë e vështirë të shohësh gjykim të tillë, tendencioz për mendimin tim, por që Dinamo duhet ta administronte më mbi këtë pjesën e nervave. Ka një staf shumë cilësor, mjafton të përmendim teknikun Ilir Daja, i cili me përvojën e tij duhet bënte që skuadra ta kalonte këtë moment, nuk ka arritur dhe pastaj ato golat më pëlqeu reagimi në fakt, sepse edhe pavarësisht 2-1 arriti të barazonte 2-2, pastaj në shtesë pastaj ishte Pati ishte agresive skuadra e Dinamos, edhe pas shënimit golit barazimit 2-2, ishte agresive dhe arriti ta mbante Pafosin edhe të mbërthyer tek porta e tij, por megjithatë nuk arriti të gjente atë shansin e artë për të kaluar. Gjithsesi, një paraqitje dinjitoze për ta mbyllur skuadrave shqiptare. Egnati do të jetë e vetmja skuadër shqiptare sepse edhe drita e Gjilanit është eliminuar nga Eskaldes i Andorrës, vetëm nga pika e bardhë e penaltive, dhe Egnati do të mbajë lart flamurin shqiptar në arenën ndërkombëtare gjatë këtij sezoni dhe ka një peshë të rëndë, duhet të them. Natyrisht, dhe për mendimin tim uroj që ky të jetë një cikël që të vazhdojë, sepse është një kualifikim i vuajtur i skuadrave tona. Unë thash për shumë vitesh mungoni në këtë fazë të kompeticionit dhe besoj që të gjitha skuadra duhet të nxjerrin mësimet e tyre dhe të bëjnë atë hapin cilësor për të mos gabuar dhe për të bërë më të mirën, të dinë të bëjnë merkato të zgjuar dhe të marrin, të kenë në dispozicion grupe lojtarësh dhe futbollistë të cilët do të dinë të përballojnë të dyja kompeticionet. Mos harrojmë që skuadra Pafos, që u ndesh me Dinamo, kishte një buxhet mbi 10 herë më të lartë se skuadra e Dinamos. Dhe pavarësisht këtij buxheti, të dyja nuk u vun re shumë diferencat midis dy skuadrave. Duke qenë se është hera e parë, le të themi, që shkojnë kështu, edhe pse Dinamo ishte hera e dytë që nuk kaloi në play-offe, edhe kjo mungesa e eksperiencës ndikon ndonjëherë në menaxhimin, në atë që thamë, në menaxhimin e situatave gjatë ndeshjes? Po patjetër që është mungesa e eksperiencës ajo që ndikon. Egnatja bëri mirë sepse ka ruajtur prej vitesh tashmë një grup lojtarësh, e ka boshtin tashmë të ruajtur dhe lojtarët e njohin shumë mirë lojën e njëri tjetrit. Ndërkohë skuadrat e tjera ne i mësuar është komplet një grup futbollistësh që mbyll kampionatin dhe lëvizjet e mëdha në merkato e çorodisin, cili do lloj staf të ishte ai. Nëse unë hamencoj këtu, nëse Dinamo do të kishte, po themi, Zabërgjën e sezonit të kaluar, apo i Todon,
nuk do ishte kjo paraqitja e Dinamos dhe rezultatet do të ishin shumë ndryshe. Kështu që them se drejtuesi duhet mendojmë tepër jo vetëm thjesht për anën financiare, por në radhë parë të ndërtojmë bazën për të patur skuadra kompetitive, më pas të mendojnë edhe për shitjet e lojtarëve. Tani Dinamo i bie të fokusohet te kampionati, është pretendente Dinamo? Dinamo çdo vit është pretendente. Dinamo është, megjithëse Egnatia mbetet skuadra për të mundur, po Dinamo dhe sezonin e kaluar besoj e kanë mësuar tashmë atë që pësuan ku për fajin e tyre, për një tolerim që nuk besuan tek titulli, arritën deri në fund që të shkiste titulli nga duart në Final Four, sepse me këtë format jepet mundësia që të katërta skuadrat pak me formatin e vjetër, të katërta skuadrat të synonin për trofeun. Tashmë ndryshoi sërish formati, po do me thënë, Dinamo e sezonit kaluar e humbi titullin në gjykimin tim për vetë fajen e saj. Egnatia nuk besonte, me thënë drejtë, nuk besonte se do të ishte ajo skuadra që do të fitonte, sepse kishte të paktën 2 faza që nuk ishte më ajo Egnatia e fazave të para, por arriti ta fitoi, ja doli dhe Edit, falenderojmë shumë që ishe pjesë e emisionit Mirëmëngjes Shqipëri dhe që ndalë patjetër të dyja ndeshjet. Ne kemi mbritur në fund të emisionit dhe për ditën e sotme. Berta, falenderoj që kemi qenë bashkë. Falenderoj që kemi ndarë bashkë këtë periudhë të Mirëmëngjes Shqipëri. Por do të shihemi patjetër në edicionet informative të lajmeve, ndërsa me Blertën do të takoni vetëm pas pak në edicionin e lajmeve të orës 8 me mua në mbrëmje në orën 20. Miru takofshim.